Përgjatë mbrëmjes së ditës së martë, por edhe në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure, intensiteti i reshjeve në qytetin bregdetar të Vlorës është shtuar ndjeshëm. Reshjet me intensitet të cilat kaluan në nivel të lartë bën që në qytet të shfaqeshin problematikat e paramadhore. Shumë segmente rrugore të cilat janë ndër vite problematike u zhytën sërish në ujë. Të parat që patën probleme, ku ujërat e shiut vërshuan përgjatë rrugëve, duke i mbushur totalisht, kanë qenë akset që lidhin bulevardin e Vlorës me rrugën transballkanike, në rrugën Kosova, në rrugën Gjergj Gjaraniti, në zonën e Albano dhe Rominës, por edhe pranë bibliotekës Shefqet Musaraj. Për shumë minuta segmentet rrugore kanë qenë totalisht të pakalueshme për shkak të prezencës së shtuar të ujrave të grumbulluara aty nga reshjet. Problematika janë evidentuar edhe përgjatë bulevardit Ismail Qemali, ku ky bulevard prej shumë minutash ka qenë i mbushur totalisht në ujë, duke ndikuar në qarkullimin e automjeteve, të cilat lëviznin në atë orë në atë zonë. Përmbytjet nuk i kanë shpëtuar as segmentet rrugore, si Lungomare, kur për shumë minuta me radhë, prezencë të lartë të ujrave të shiut ka patur edhe në këtë rrugë. Duke nisur nga ora 08 e mëngjesit të kësaj të mërkure, intensiteti i reshjeve që ka prekur qytetin është ulur ndjeshëm. Ulja e nivelit të reshjeve ka ndikuar pozitivisht në Vlorë, ku shumë segmente rrugore, të cilat përgjatë mbrëmjes u prekën nga përmbytjet, u rikthyen në normalitet total. Paksimi i reshjeve i dha kohën e nevojshme që shumë segmente rrugore, ujrat e shiut të nisin të largoheshin prej tyre. Gjendja e gatishmërisë institucionale përgjatë mbrëmjes, por edhe ndërhyrje për përmirësimin e situatës ndikuan edhe në këtë drejtim. Prej orëve të mëngjesit të kësaj të mërkure, por edhe në mesditë dhe në shumë orë në vazhdim, situata në Vlorë paraqitet të qetë. Të gjitha segmentet rrugore të qytetit kanë qenë pa prezencë të shtuar të ujit të shiut. Të gjitha segmentet rrugore kanë qenë totalisht të kalueshme, duke mos patur problematika dhe duke mos u kthyer në pengesë për qarkullimin rrugor. Problemet janë evidentuar në brendësitë të lagjeve dhe blloqeve të banimit, në ato lagje ku mungon infrastruktura, ku prezenca e lartë e reshjeve ktheu dhe njerë tek ato baltën dhe pellgjet me ujë, duke vështirësuar lëvizjen. Parashikimet për reshje me intensitet mesatar deri në të lartë në vazhdimsi kanë bërë që institucionet të mbajnë situatën në monitorim të vazhdueshëm, njëkohësisht të vazhdojnë marrjen e masave për parandalimin e situatave emergjente në qytet.